historikisht ndjenja e kombësisë në Ballkan, ndjenjat, sepse flasim për disa të kombësisë në Ballkan, kanë qenë ndjenja të cilat janë ushqyer me një ide të sajuar të së shkuarës. Çdo ndërgjegje kombëtare, madje çdo veprimtari për të ngritur ndërgjegjen kombëtare, bazohet, sidomos në kulturat mesdhetare dhe ato ballkanike akoma më tepër, në idenë e një zgjimi, në idenë e një rizgjimi, në idenë e një rilindjeje. Pra, idenë që kemi qenë dikur të mëdhenj, kemi kaluar përmes një mesje të obskurantizmi, rënje kulturore, degradimi moral, dhe sot po përpiqemi të ringrihemi. Nuk është rastësi që kjo narrativ e të qenit në majtë e Olimpit, rënjes dhe ringritjes me përpjekjen për të realizuar prapë, është e pranishme kudo. Çdo nacionalizëm në Ballkan lind me idenë e një perandorie të shkuar që ne sundonim mbi të gjithë, ne ishim mbi të gjithë, pra ne ishim mbretër, ne ishim zota, në kohën e Bizantit, Stefan Dushanit e tjera, dhe si e tillë do të ishte edhe në rastin këtu. Kështu që në këtë rast historia merr një funksion të mirëfillt politik.